Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me kos që zhduk rrudhat nga fytyra brenda ditës. Kjo mask do ju befasoj. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot me vlera për të konsumuar kudoherë. Janë pikërisht këto vlera të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës nëse e përdorni si një mask. Pa nevojë për t'i shtuar asnjë përbërës tjetër, kosi kthehet në maskën më ekonomike por me përfitime të mrekullueshme. Minerale dhe vitamina të cilat të gjenden te kosi. Ka një arsye pse kosi i jep lëkurës së fytyrës një rigjallërim dhe shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave janë pikërisht këta përbërës të cilët ndikojnë në shëndetin e lëkurës. Zinku, i njohur për vlerat e tij anti-inflamatore, nxit rigjenerimin e qelizave të lëkurës, si edhe balancon gjëndrat yndyrore të cilat shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë e dimë që kosi përmban kalcium. Ky mineral është përgjegjës për hidratimin dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitaminat B nga ana tjetër bëjnë të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lirë, si edhe nxisin prodhimin e yndyrnave të shëndetshme. Acidi laktik është një nga përbërësit më kryesor, i cili gjendet tek kosi dhe gjendet me shumicë dhe në produktet e lëkurës. Sipas ekspertëve, ai funksionon si një agent kundër rrudhave dhe plagjes së fytyrës. Por veprimi kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimave të tirosinazës, e cila nxit prodhimin e melaninës. Ai funksionon gjithashtu si një agent kundër rrudhave. Lëkura juaj do të jetë më e pastër dhe gjithashtu më e bardhë. Si të përdorni kosin për lëkurën tuaj? Mjafton që një filxhan kafeje të hidhni 2 deri në 3 lugë çaj me kos dhe të përzieni derisa të formohet një pastë e plotë. Më pas, vendoseni në fytyrë duke treguar kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike, si edhe qafën. Ju këshillojmë ndërkohë që ju të lyeni fytyrën tuaj dhe ta masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur edhe qarkullimin e gjakut. Kosi do të fillojë dhe do të ngurtësohet pas 5 minutash duke krijuar një mask të mirëfillt. Lëreni për rreth 15 minuta dhe më pas mjafton të njomni pak duart me ujë dhe përsëri ta fërkoni fytyrën tuaj derisa shtresa e kosit të thërmohet. Kështu ju do të largoni të gjitha qelizat e vdekura dhe papastërtitë të cilat janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë ditës. Kosi përmban baktere të cilat luftojnë që të gjitha papastërtitë e mbledhura në lëkurë nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Por gjithashtu, ju do të parandaloni krijimin e akneve si rezultat i infektimit të poreve nga papastërtitë. Më pas, shpëlajini lëkurën me ujë të bollshëm dhe fshiheni lehtë me peshqir. Nëse keni fytyrë të ndjeshme, thjesht siguroni ta shpëlani fytyrën me ujë të bollshëm. Sa shpesh duhet ta përdorni kosin për lëkurën e fytyrës? Për personat me lëkurë të yndyrshme, është e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat, ndërsa ata të cilët kanë lëkurë të thatë mund ta përdorin 2 apo 3 herë në javë. Pa i hequr meritën produkteve të kozmetikës që marrim në parfumeri, mund të ndihmojmë lëkurën tonë edhe me produktet e bëra vetë me përbërës të thjeshtë dhe me kosto minimale. T'i rikthejmë lëkurës sonë shkëlqimin e munguar dhe t'i dhurojmë një energji të re pas të ditëve me smog dhe stres. Ja disa këshilla bukurie të marra dhe nga gjyshet tona.
Kosti është një aleat perfekt për të kujdesur për lëkurën, falë cilësive qetësuese dhe hidratuese, përveç se ka edhe aftësi antibakteriale dhe pastruese. Duhet kujtuar që kosti ka aftësi shumë të mira për të aktivizuar të gjithë elementët përbërës të produkteve me të cilat përzihet, duke u mundësuar atyre që të hyjnë në lëkurën tonë në mënyrë shumë efikase. Kujdes, vetëm kosti duhet të jetë në mënyrë natyrale dhe jo kosti bler i cili mund të përmbajë kimikate për të përpunuar apo kosti i cili shitet i miksuar me fruta. Kost dhe kivi. Kivi është një frut i çmuar sepse përmban substanca ushqyese të cilat i japin lëkurës sonë shkëlqim. I pasur me vitaminat C dhe E, ky frut e përmirëson lëkurën falë përmbajtjes së antioksidantëve, në veçanti vitamina C, që bën edhe zbardhjen e njollave të lëkurës. Kivi gjithashtu ka cilësi antiinflamatore që ndihmon në luftën e akneve dhe njollave dhe farat e tij mund të përdoren edhe për një skrap të lehtë. Përgatitja. Marrim tulin e një kivi të cilin e shtypim mirë me një pirun, më pas i shtojmë kostin dhe e përzijmë derisa masa të bëhet e njëtrajtshme. Pasi kemi larë fytyrën, aplikojmë maskën e realizuar dhe e lëmë në fytyrë për gjysmë ore dhe më pas e shpëlajmë. Këshillohet që kjo maskë të aplikohet një herë në javë. Kost dhe mjalt. Kjo është një maskë klasike. Maska me kost dhe mjalt është efikase kundër rrudhave qetësuese dhe arrihet duke përzierë një lugë gjelle kost dhe një lugë kafe mjalt. Është e thjeshtë në përgatitje dhe me një efekt të menjëhershëm për të rikthyer shkëlqimin lëkurës të lodhur dhe të stresuar. Ndërkohë, kos dhe arkokosi. Kos dhe arkokosi, një maskë me gjysmë tas kost, një lugë gjelle me miell kokosi dhe një lugë gjelle me miell qiqrash do të jetë perfekte për lëkurat mikse, sepse efekti skrap evidentohet më shumë dhe vitaminat të cilat ndodhen te qiqrat dhe kokosi hyjnë në thellësi të lëkurës. Lëreni maskën vetëm 10 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të bollshëm dhe të ftohtë për efekt tonifikues. Kos dhe kastravec, e këshillueshme në mënyrë të veçantë për lëkurat tuaja të thata dhe të skuqura. Kjo maskë gjithsesi është e mirë për të gjitha llojet e lëkurave. Kastraveci është i njohur për aftësitë e tij hidratuese dhe qetësuese dhe në bashkëpunim me kosin ka edhe fuqi të mira shëruese. Edhe në këtë rast nuk nevojitet shumë për ta përgatitur këtë maskë, është e thjeshtë dhe arrihet duke përzier kastravecin me kosin e bardhë. Koha e mbajtjes mund të variojë në varësi të kushteve të lëkurës nga 10 minuta në gjysmë ore për një efekt sa më të mirë ajrimi. Kos dhe limon. Për çdo i cili ka një lëkurë mikse apo të yndyrshme, përdorimi i limonit është shumë i këshillueshëm. Ju duhet që të shtrydhni gjysmë ose një limon dhe miksojeni me kosin. Aplikoni maskën me lëvizje rrethore për të stimuluar mikroçarkullimin. Sa më e yndyrshme të jetë lëkura, aq më gjatë duhet që ta lini maskën të veprojë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë,
kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.